Selamu alaikum të dashur shikues. Jemi shumë të lumtur që jemi bashkë edhe sot në këtë program të bukur të Ramazanit. Sot do të flasim për një temë shumë të veçantë, si të përjetojmë fundin e Ramazanit dhe të festojmë Bajramin. Le ta dëgjojmë me kujdes shokun tonë dhe të mësojmë diçka të re për këtë ditë të bukur. Pyetja është, çfarë do të na mungojnë nga Ramazani dhe si e festojmë Bajramin në mënyrë të bukur? Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi i takon Allah për çdo mirësi. Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi Muhamedin alayhis salam. Ramazani ka qenë një muaj shumë i bukur dhe i bekuar për të gjithë ne. Do të na mungojnë shumë gjëra. Iftarët e përbashkëta me familje, lutje dhe dhikri, qetësia shpirtërore dhe të gjitha momentet kur përpiqeshim të ishim më të mirë dhe të ndihmonim të tjerët. Edhe pse Ramazani po përfundon, ne mund të mbajmë vlerat e tij gjatë gjithë vitit. Duhet të vazhdojmë të falim namaz, të ndihmojmë njerëzit në nevojë dhe të sillemi mirë me prindërit, shokët dhe të moshuarit. Kur vjen Bajrami, kjo është një ditë zimi në Bajram. Falemi dhe falenderojmë Allahun për agjërimin dhe lutjet e Ramazanit. Vizitojmë prindërit, miq dhe ju japim dashni dhe buzëqeshje. Falenderojmë nxënësin Besira Eledini për këtë këshillë të bukur. Miropafshim në këshillën e radhës. Allahu e pranoftë agjërimin.